Autoriteti mbikëqyrjes financiare vlerëson se liberalizimi i tarifave të sigurimit të detyrueshëm motorik ishte inxituar. Kryetaria e bordit drejtues të AMF, Enkele Deshej, thotë se tregu nuk ishte i përgatitur për liberalizimin dhe kjo shkaktoi një situatë problematike në menaxhimin e tarifave. Ajo shpreh se autoriteti po përpiqet të vendosë rregull në treg në bashkëpunim me kompanitë, por zonja Shej thotë se në rast nevoje do të përdoren edhe masa të forta. Liberalizimi ashtu është e vërtet, ndodhi jeti tregu në një farë mënyrë të papërgatitur, le të themi databazet ose të dhënat nuk ishin të formatuara në mënyrë që të ndihmonin shoqëritë që të bënin vlerësimin e riskut mbi bazën e çmimit në bazë të riskut, por tashmë me rekomandimet dhe do të theksoja shumë me një dëshirë shumë të madhe dhe një vullnet pozitiv nga ana e tregut për të lënë mbrapa, si më thënë, rendjet mbas kapjes së pozitave në treg, por për një biznes afatgjatë, për ta studiuar dhe për të reaguar ashtu si duhet, them që do të kapërcehet kjo situatë e pa stabilizuar ose me oscilacione që kemi tashmë, për të arritur në një, si më thënë, produkt i cili do ketë fizionominë e vet, do të caktohet çmimi ashtu si duhet. Autoriteti mbikëqyrjes financiare zhvilloi sot një takim me ekspertë dhe përfaqësues të kompanive për problematikën e tregut të sigurimit të detyrueshëm motorik. Objekti i autoritetit të shkalimit në një sistem të prollogaritjes së primeve mbështetur mbi profilin e rrezikut të secilit drejtues mjeti.